Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka quajtur marrëveshjen e armëpushimit me Iranin një nga arritjet më të mëdha në historinë e shtetit të tij në një deklaratë për mediat. Ai e cilësoi këtë zhvillim si fitore historike duke theksuar se dy kërcënime ekzistenciale janë neutralizuar: programi bërthamor i Iranit dhe rreziku nga raketat balistike. Sipas tij, nëse Izraeli nuk do të kishte ndërmarrë këtë fushat ushtarake, vendi do të ishte përballur me shkatërrim të mundshëm. Ai deklaroi se forcat e mbrojtjes izraelite kanë arritur të eliminojnë një pjesë të madhe të strukturës komanduese iraniane. Netanyahu tha se janë vrarë 3 komandantë të lartë si dhe disa shkencëtar të përfshirë në programin bërthamor iranian. Ai theksoi gjithashtu se gjatë operacionit janë shkatëruar objekte kryesore bërthamore në qytetet Isfahan, Natanz dhe Arak. Nga ana tjetër, presidenti i sapo zgjedhur i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka shpallur zyrtarisht përfundimin e konfliktit të armatosur 12 ditor me Izraelin, duke cilësuar atë si një luftë imponuar dhe duke përshëndetur qëndresën e popullit iranian. Lajmin e dha përmes një mesazhi drejtuar qytetarëve, i publikuar nga agjencia shtetërore IRNA. Në deklaratën e tij, Pezeshkian theksoi se vendimi për armëpushim është një pasojë direkte e qëndresës së madhe popullore. Kjo luftë e përshkruar si e paprovokuar nga autoritetet iraniane, sipas Pezeshkian, u zhvillua në rrethana ku kombi iranian nuk pati asnjë alternativë tjetër përveç mbrojtjes. Ai përmendi gjithashtu mobilizimin e përgjithshëm dhe unitetin e brendshëm, si çelës të këtij suksesi diplomatik dhe ushtarak. Në një tjetër zhvillim të rëndësishëm diplomatik, presidenti iranian ka dhënë sinjale për një hapje të mundshme ndaj dialogut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është shprehur i gatshëm për të zgjedhur mosmarrëveshjet ekzistuese dhe për të çuar përpara një qasje më të balancuar ndërkombëtare. Në këtë frym, Pezeshkian zhvilloi një bisedë telefonike me princin e kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, ku e falenderoi për qëndrimin e matur dhe e ftoi për një bashkëpunim më të gjerë në rajon. Mirëpresim çdo ndihmë nga vendet mike për të siguruar stabilitet dhe qetësi afatgjat, deklaroi ai.